për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendra, është person nën hetim edhe për 2 vepra të rënda penale. E para ka të bëjë me korrupsionin pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe vepra dytë penale për të cilën hetohet është pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Pikërisht pas regjistrimit të procedimit penal lidhur edhe me vepra të tjera penale të kryera dyshohet nga Belinda Balluku, janë bërë verifikime përkatëse në kriterin e pasurisë ku është zbuluar një vilë me vlerë të konsiderueshme që pronarës së cilës dyshon organi hetues është indirekt në posedim dhe në pronësi të ish zëvendës kryeministres njëherë është ish ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në vim të hetimeve të zhvilluara në kuadër të procedimit penal me numrin përkatës 136 fraksion 2025 pas kërkesës së paraqitur nga SPAK, gjykata e posaçme ditën e djeshme ka vendosur masën e sigurimit pasuror sekuestro preventive pikërisht mbi këtë vilë, e cila konsiderohet si një pronë e paluajtshme në pronësi indirekte të shtetatëses Belinda Balluku, që ndodhet në resortin turistik White Rocks, ose njohur shqip si Shkëmbinjtë e Bardhë në zonën e Dhërmiut të bashkia Himar. Sipas rezultateve të deritanishme të hetimit, ekzistojnë dyshime se pasuria e sekuestruar lidhet me përfitimin e parregullt të kërkuar dhe marrë nga shtetësja Belinda Balluku në këmbim të favorizimit të operatorit ekonomik përmes një procedure prokurimi publik të zhvilluar nga Alp Control SHA. Hetimet kanë evidentuar gjithashtu përdorimin e veprimeve juridike të dyshuara si fiktive me qëllim shehjen e origjinës dhe pronësisë reale të pasurisë. Pasuria e vendosur në sekuestro preventive përbëhet nga një vilë individuale, dykaqe, me parcel të rrethuar në dispozicion të vilës është jo më pak se 300 m2. Vila F6 brenda kësaj parcele ka një sipërfaqe prej 103 m2, ka tipër dhe 54 m2 dhe ka tipar mbi për dhe 49 m2. Vila F6 ka edhe verandën 34 m2, vend parkimi ndodhet brenda sipërfaqes së parcelës, referuar kontratës së pronësisë me numrin përkatës i datës 5 dhjetor 2018. Ndërkohë që nga kryerja e veprimeve të tjera hetimore njoftoi prokuroria e posaçme në kuadër të procedimit penal ndaj Belinda Ballukut i regjistruar në 2025 ndjekja e hetimeve me metoda speciale të hetimit, grumbullimi i provave digjitale dhe provave të tjera të administruara deri në këtë fazë të hetimeve paraprake, rezulton të dhëna dhe fakte penale të reja në ngarkim të shtetases Belinda Balluku, thot prokuroria e posaçme, e dyshuar për korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale e kryer në bashkëpunim. Ndërkohë që kjo vepër është kryer përveç se në bashkëpunim edhe në rrethana cilësuese që gjithsesi rëndojnë pozitat e ish numrit 2 të qeverisë aktualisht të deputete e Partisë Socialiste dhe kryetare ose drejtuese e qarkut si drejtuese politike e qarkut fier pikërisht për Partinë Socialiste, partia e cila disa muaj më parë refuzoi kërkesën e arrestimit bërë nga SPAK në kuvendin e Shqipërisë përmes fuqisë së kartonit. Nga aktet e administruara kanë rezultuar të dhëna dhe veprime, thot SPAK, të kundraligjshme të Belinda Ballukut në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt rikonstruksioni godinës teknologjike të Alp Control për përmirësimin e kushteve me fond limit 88.651.633 lek, si dhe shtesë kontrate për rikonstruksionin e godinës teknologjike të Alp Control për përmirësimin e kushteve me vlerë 14.161.814 lek pa të vëshë. Pikërisht dyshohet se këto procedura kanë shërbyer edhe për piknisjen e aferës korruptive dhe interesave pasurore të zyrtarës së lartë shtetërore. Në lidhje me procedurën e sipërcituar rezulton se Belinda Balluku, thot organi hetues, në cilësinë e autoritetit kontraktor Alp Control SHA me detyrën e drejtoresës së përgjithshme në bashkëpunim me shtetasin Evis Berberi me detyrën e shefit të sektorit të prokurimeve, si dhe antarët e njësisë së prokurimit shtetasit SP, EN dhe AM kanë kryer veprime të kundraligjshme në kundërshtim me ligjin numër 96/43 datë 20/11/2006 për prokurimin publik, i ndryshuar si pas VKM-s numër 1 datë 10/1/2007 për rregullat e prokurimit publik. Këto veprime lidhen dhe hyhet tek faza e marrëdhënies direkte të Ballukut
me persona të tjerë lidhen me fazën e përgatitjes së projektit dhe zhvillimit të procedurës në përcaktimin e kritereve dhe miratimin e dokumentave të tenderit, duke paracaktuar dhe krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për shoqërinë fituese të procedurës së prokurimit operatorin ekonomik Eurocall SHPK, e cila është në posedim të biznesmenit Pandeli Carapuli. Favorizimi i shoqërisë fituese ka vazhduar edhe në momentin e lidhjes së kontratës, duke i ofruar parapagim të menjëhershëm në vlerën 50% të kontratës, si dhe gjatë zbatimit të kontratës dhe shtesës së saj. Më tej vijon njoftimi i prokurisë së posaçme, nga hetimi rezulton se Belinda Balluku, për shkak të funksionit të saj publik si drejtoreshe përgjithshme Alp Control SHA, në këmbim të favorizimit të shoqërisë Eurocall SHPK, në procedurën e sipërcituar ka kërkuar dhe marrë përfitim të parregullt, i cili referuar kontratës së porosis është në vlerën e 145.000 euro, që konsiston në pasuri të paluajtshme, konkretisht vilën me të cilën e nisëm këtë raportim e shënuar me numër F6 në resortin turistik Shkëmbin të Bardh në zonën e Gjilekës në Dhërmi, ndërkohë që ka qenë me zhvillues shoqërinë Eurocall SHPK. Përfitimi i parregullt të shkërkuar gjatë kohës së zhvillimit të kësaj procedure prokurimi, ku rezulton se në atë kohë shoqëria Eurocall SHPK ka aplikuar dhe ishte pajisur me lejen zhvillimore komplekse numër 2385 fraksion 1 protokoll përkatës të datës 27/3/2015, të miratuar me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit numër 7 datë 7/3/2014, e cituar me emërtesën përkatëse për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për resortin turistik në fshatin Gjilek Dhërmi, Bashkia Himar Qarku Vlorë. Për të fshehur këtë pasuri si produkt të veprës penale, shtetësja Belinda Balluku thot SPAK ka përdorur shtetasin iglitare dhe vartësën e saj në Alp Control, shtetasin JB. Kështu rezulton se Belinda Balluku ka kryer veprim fiktiv të kontratës si së porosisë me numrin përkatës të datës 5/10/2018, lidhur mes shtetasit iglitare dhe pronarit të shoqërisë Eurocall, shtetasit Pandeli Carapuli. Veprimet e kundraligjshme në formën e pastrimit të produkteve të veprës penale kanë vjuar nga shtetasit Belinda Balluku, iglitare dhe JB, që është vartëse ose ish vartëse Belinda Balluku, duke kryer veprimin tjetër fiktiv, ato të kontratës së Qiras, kontratë dore e datës 25 maj 2022 dhe amendamentin e kësaj kontrate të datës 26 prill 2024. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të fakteve, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, si dhe përcaktimin e përgjegjësive penale. Mbyllet njoftimi i SPAK dhënë vetëm pak minuta më parë. Në përmbledhje mund të themi se pozitat e Belinda Ballukut në formë zyrtare janë rënduar dhe jemi në pritje të shohim nëse organi hetues do vijoj të qëndroj në heshtje, sikur se ka qëndruar deri më sot, kërkesës që u rrëzua për hapjen rrugë të arrestimit në kuvendin e Shqipërisë përmes heqjes së imunitetit të deputetës, apo do t'i drejtohet me një tjetër kërkesë kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të dorëzuar mandatin e Belinda Ballukut në mënyrë që t'i hapet rrugë arrestimit të saj. Nga faktet e radhitura në komunikatën që sapo lexova më sipër, evidentohet një element shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me veprimet e Belinda Ballukut, ku SPAK kujdeset të thotë se kanë qenë veprime fiktive, por edhe veprime të paramenduara, nënkuptohet dhe interpretohet në komunikatën e prokurisë së posaçme lidhur me interesa ekonomike e financiare, në këmbim të cilave ka përdorur funksionin, thot prokuria e posaçme, për të favorizuar firma të caktuara apo shoqëri të caktuara në këmbim të marrjes së një vile të cilën nuk e posedon zyrtarisht, ligjërisht në emrin e saj, por dyshohet se është pronare indirekte e kësaj prone. Pra në argumentimin dhe komunikatën e SPAK, Fatjon shpjegohet qartë dhe merr kuptim edhe prania e ish futbollistit iglitare sot në këtë çështje në SPAK, ku mesa duket mund themi që kjo vilë është përdorur emri ish futbollistit si prestanome praktik jo njohur tek zyrtarët e lartë. Nëse mbështetemi tek faktet e paraqitura zyrtarisht, nuk mund të dalim mbase në përfundime të tilla, por nëse nënvizojmë secilin nga fragmentet e njoftimit të prokurisë së posaçme, jo rastësisht që vinë në një ditë me thirrjen e iglitares për të dhënë deklarime, e cila është një nga
seancat e pyetjeve më të gjata që janë mbajtur në prokurorin e posaçme. Kujtojmë se ka ardhur rreth orës 8:30 minuta, do ora po shkon 14:15 minuta, janë rreth 6 orë, mos gaboj, që merret në pyetje, ish futbollisti i kombëtarës pikërisht për këtë procedim penal dhe emri i tij listohet në komunikatën zyrtare të prokurorisë së posaçme. Me mjaft interes është të mësohet se cili është qëndrimi që ish futbollisti ka mbajtur përpara oficerëve të byros kombëtare të hetimit lidhur edhe me këtë komunikim të fundit të SPAK, që zbulon se në fakt prona ishte e regjistruar në emër të tij, por një pyetje që mund ngrihet është me faktin se cili është interesi që ai ka pranuar nëse ekziston fakti penal për ta dhënë në përdorim të zonjës Balluku këtë vil. Kujtojmë që investigimi i bërë nga Plug, emisioni në Syri Televizion, radhiste disa leje dhe kontrata që ishin nënshkruar pikërisht nga Belinda Balluku, por edhe nga kryeministri Edi Rama. E qartë, Fation, të falenderoj për gjitha informacionet dhe detajet. Faleminderit juve. Ndërkohë të ndalim edhe pak tek njoftimi i SPAK, ku sapo e përcollëm këto momente nëpërmjet gazetari ton Fation Gjine, prokuroria e posaçme ka goditur sërish kështu në nivelet të larta zyrtarëve duke vendosur nën sekuestro preventive një vilë luksoze në pronësi indirekte të Belinda Balluku, e cila ndodhet në Gjilek të Dërmiut. Në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, gjykata e posaçme e shkallës së parë ka pranuar kërkesën e prokurorëve të posaçëm duke bllokuar pasurinë e palueshme e cila dyshohet se është produkt i pastër i korrupsionit dhe pastrimit të parave. Balluku, e cila ishte marrë më herët e pandehur për shkelje të barazisë në tendra, tashmë po hetohet me metoda speciale dhe për 2 akuzat të tjera të rënda. Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Sipas vendimit numër 412, datë 3/6/2026, pasuria e sekuestruar nga SPAK është një vilë individuale dykatshe e tipit Begonia. Vila numër F6, ajo ka një parcel të rrethuar prej jo më pak se 300 m2, ku në brendësi të saj shtrihet një sipërfaqe 103 m2, kati përdhe, kati lart, një verandë prej 34 m2 së bashku me vend parkim privat. Hetimet e SPAK kanë zbardhur të gjithë mekanizmin e abuzimit me detyrë në kohën kur Belinda Balluku mbante postin e drejtores së përgjithshme të shoqërisë shtetërore Alp Control SHA. Sipas prokurorisë, Balluku në bashkëpunim me Evis Berberin kam paracaktuar fituesin e tenderit me objekt rekonstruksioni godinës teknologjike të Alp Control me fond limit, teksa pasi kanë shkelur ligjin e prokurimit publik për të shpallur fitues operatorin ekonomik Eurocall SHPK, zyrtarët i kanë ofruar kompanisë edhe një parapagim të menjëhershëm prej 50% të vlerës së kontratës. Në këmbim të këtij favorizimi, Balluku ka kërkuar dhe marrë si rishfet vilën F6 në Dërmi me vlerë 145.000 euro, e cila po ndërtoi pikërisht nga kjo kompani. Për të fshirë gjurmët dhe origjinën kriminale të pronës, janë përdorur kontrata fiktive dhe emra personash të tretë. Për fshirë këtë pasuri si produkt veprës penale, shtetësja Belinda Balluku ka përdorur shtetasin IT dhe vartësen e saj në Alp Control SHA, shtetasin JB, thot prokuroria. Në vitin 2018 unë shkrua një kontratë porosie fiktive, sikur vila po i shite, po blije nga shtetasi IT nga pronari Eurocall. Shtetasi PC, më vonë në vitet 2022 dhe 2024, skema e pastrimit parave vjoj, duke hartuar kontrata të rreme, qiraje ku përfshi edhe vartësja e saj JB me qëllim që të arsyet